Përshëndetje të gjithë shikuesit e Klan Kosovës. Nga unë e ke emra, sot nuk e dija jam unë musafir, apo Genta është unë, apo unë të Genta, si do që tjetë, më dha detyra që unë me hap emisionin, uroj që gjithë që përna shiqoni, në këto momente, në këto qaste, do të kaloni një vikend të këndshëm. Faleminderit shumë, e tash, po ta jep fjallën ty. Shpresoj që ja qëllova hapjet. Po. Rëndësi ka që të dy jemi bashkë njëri tjetrin, e unë po të thëmë mirë se të gjeta. Mirë se ke ardhë, kështu që kom një knatësi të veçantë që jemi në këtë ambient të mrekullueshëm. Normalisht që jam një vajzë si ti, kjo pjep hala ma hjeshi këti ambientit këndshëm. Për neve shumë knatësi që kemi arrit me pas një intervjist bashkë mas krej kësaj vere të ngarkume me dasma. A ka qenë për një merë që ka qenë ngarkume sezona e sa edhe veç na i keni bo që erdhë gati dimre edhe hala për ka dasma? Unë personalisht muj me fol, nuk muj me marë përgjithësi për kolegët e mi, normalisht. Gjithsesi për vetën time muj me thonë që ka qenë sezona ma e mirë në karierën time. Do me thonë, asë njëherë në gjithë të vite që merrna me muzikë, nuk kom pas verë ma të dendur. Kështu që kjo është ma se vërtet që thati, nuk e kom bo, por që jam shumë falenderus ndaj gjithë atyre që më kanë zgjedhë me u knu dasma, mas pari, për krejt familje që më kanë besu, qifte që më kanë besu, është një përgjithësi jashtëzakonshme dasma, është një besim tepër i madh që duhet me ekzistu mes qiftit, familjes edhe këngëtarit. Si reagon zakonisht në situatat cilat mund të të me udoke pa përballueshme ndoshta ajo situatë? Qysh reagon mi zgjedh për shembull? Në dasma apo në jetë përgjithësi? Ndoshta edhe në dasma, se e di që keni shumë situatat që ndoshta edhe del diçka. Në qoftë se flas për menaxhim në situata dasmave, aty e kam një qetësi edhe një pjekuri të mjaftueshme mendoj, me menaxhu çdo situatë, të paktën deri tash kom pas. Inshallah Zoti nuk ma çon në situatë pa përballueshme, gjithsesi çdo gjë që ndodh dasma është një farë lloj menaxhimi. Normal që do të me knu. Mirë, po për pos këndimit du shumë sene mi menaxhu me në dasmës. Ka situata shumë të vështira. Për shembull, nëse do me ta tregun një nga ato që ka qenë një situatë ku jom dut ndoshta me menaxhu një moment ku në dasëm nuk ka mujt prindi me ardhe nusës për shembull, ku ka qenë me shëndet jo mirë dhe ka qenë një situatë ku nusja u ndi tepër keq. Edhe unë gjatë gjithë kohës koordinona, bisedoj me qiftin, në mënyrë që edhe ata me qenë në ngjarje çka po ndodh në një dasëm, edhe dhondri më kontakton thotë kështu kemi situatën, edhe baba i nusës nuk po mundet me qenë prezent, edhe nusja o shumë e mërzitne. Edhe imagjino tash po martohesh qitë vetën, edhe momentin e fundit nuk po mund prindi me të ardhë. Atin çfarë thymi është për nusën. Do me thonë, ka situata ndryshme ndoshta që duhet pak me bisedu edhe na me ta, me marrë pak në kontroll, edhe çdo gjë shkoj jo mirë, po jashtëzakonisht mirë, kështu që ka situata të mira, ka situata të vështira, por që ka situata kur njerëz të pihen. Duhet me menaxhu edhe ata. Kom pas disa momente të tilla, s'po du mi tregu, po që e kom menaxhu jashtëzakonisht qetë, edhe kom te i kalu atë moment. Do me thonë, vym pak përvoj me pas për mi menaxhu momentet që mujnë me dalë jashtë kontrollit, me gjitha ato, unë gjitha dasma që i kom me njerëz jashtëzakonisht mirë, njerëz familjar që për Zotën për thom një sen. Shpesh kur shkoj në për dasma, thom, aty e shoh sa ena popull i mirë, sa takoj njerëz të mirë. Në për dasma shoh njerëz tepër të mirë. Edhe kjo mu ka fiksu në kokë se po shojmë në përjete sociale, ofendime, fymje, shkrime, mirë, po ata janë pakica. A rrin dikush me nxjerrë nekin prej vetës? Ndoshta edhe këto situata që dalin jashtë kontrollit, nekin a rritin me nxjerrë jashtë kontrollit? Pyetje shumë interesante. Në punë mundona mos me dalë jashtë kontrollit. Edhe në jetë mundona mos me dalë jashtë kontrollit. Unë e kom një vit kuqe që o shumë e largët. Kur po them e largët ose po thojmë shumë vështirë me mrijat pikën që me dalë. Përpara kom qenë më i ri, kom qenë më temperament, edhe kom mujt me dalë për kontrollit. Njerëzit në 99% të rasteve nuk kanë problem
me, për shembull, e kini situatë me dikon të pakëndshme, ata nuk është që ti e problemi. Ata kanë halle tjera. Në jetë ekzistojnë dy lloj problemesh. Ekziston problemi real edhe problemi imagjinar. Kur je figurë publike, nuk është që mungojnë edhe komentet. Këto edhe vetë sa i përmende, që a mendon realisht që kam probleme me veten ata që japin komente negative? Nëse flasim raport me mu, unë kom pas shumë pak fatmirësisht në jetën time komente negative në për rrjetet sociale që kom pas, shumë pak. Ka ndodh, najherë kur kom donë një mendim diçka, e kom pa dikon, mirë po unë asë nuk merrta me njerë, veç nëse ishon ja për një çështje caktume që kom donë një mendim për shembull, edhe nëse nisi me pa që ka në aty një koment negativ, unë automatikisht e mbyll dhe nuk merrna me tjera komente. Njerëzit kanë shumë probleme në Kosovë. Ai nështë s'ka punë. O të nejtë në shpi, internetin e ka të pagun, 20 euro, 25 euro, edhe nuk shon punë. E bon gruja nervos. Që puno, bon ato. Ai gru zguzon mja këtë fjallën, nështë. E ka në gruën e sërtë, për shembull. Qonë fëmijët, silën, bam, nuk ka, lypin fëmijët, nuk ka. Tash, vetëm në shpëtim, ai persona diku e ka, me marrë telefonin, edhe me shaj dikon në telefon që i del. Edhe shkon i del tip pahiri edhe ki thonë diçka. Ai menimi jam, nuk do me thonë që është mendimi që du më pajtu krejt. Njerëzit, vetëm me Kim Jong-un, du në krejt me qenë pajtum. Kim Jong-un është diktator. Veç diktatori du të mja bo po mire ki. Gjithmonë ka menimet ndryshme, dikush mund mos më pajtu me ato çka unë po mendoj. Edhe tash, po na shiqoj njerëzit, unë çka po thom, do shta dikush thot, ky po flet pa lidhje. Kur jemi të komentet edhe sulmet, e di që për vëllaun dhe motrën është një lidhje goxha emocionale. Edhe e di që gjatë karrierës së saj, Ulpiana ka pas edhe disa sulme. Kjo krejt për shkak të punës cilën e bën. Për shembull brenda një ndeshje ka pas sulme ku dy ekipet kanë sulmuar njëri tjetrin, po që është ndodhur brenda asaj situate. Çysh je ndjeti në ato raste? Qyre, sidomos për motër, është shumë e vështirë. Sidomos për motër, edhe unë me Ulpiana kam qenë jashtëzakonisht i lidhun. E kom pas një parim gjithmonë, i kom thënë, kur ka qenë e vogël, do me thonë, deri në moshën 18 vjeçare, i kom thënë Ulpianës, për gjithë shka, jom nga teje. Unë e kom shty ato deri kur e ka kry fakultetin, e kom shtetë Ulpianën. Mirë po, kur e ka kry mandi fakultetin, i kom thënë, jeta është e jotja, e pjekun mjaftueshëm, vazhdojmë. Ajo situata që ka ndodhur në një ndeshje sporti, që kanë hudhë me diçka, kanë godit në shpinë, edhe ajo nuk mendoj që ka qenë 100% ndoshta drejtuar Ulpianës. Kanë hudhë gjithsende në fushë edhe ka ra diçka që ka godit në shpinë, edhe kanë dërguar në spital, më duket, ka kontrollu, ka qenë okay, fatmirësisht, faleminderit Zotit. Ka qenë për një në shtëpi, domethënë një situatë shumë e tensionume, që jemi mërzit që ka ndodhur dhe ka marrë me një telefon, ka tregu që është mirë. Gjithsesi, njëjtat kam pas ndodhur edhe me Uliksin kur ka luajtur futboll, shumë vite më parë. Në fushë kemi qenë, për shembull, ka pas raste kur tifoz kanë një fushë i kanë sulmu, ne nuk kemi pas fuqi, mi ndihmu, ndoshta kemi shku, kemi prit. Mbas lojës ka ndodhur që ndoshta o dut edhe mu ka cafyt ndoshta me njerëz për me nxjerr, ka qenë atëherë kur ka luajtur Uliksi, 2007 e ka përfunduar futbollin, e ka lënë karrierën, në atë kohë ka qenë shumë vështirë me luajtur në Kosovë, gjithsesi edhe atëherë ka qenë vështirë. Po pasioni i këtyne për sportin, edhe Ulpianës si basketbollist, edhe Uliksi si futbollist, ka qenë i tillë që edhe ata kanë trashëguar pak për prindve, se edhe prindi kemi pas sportista, veç unë se kom trashëguar sportin, kështu që ata e kanë dashur atë punë. Megjithato, uroj që mos të ndodhin këto sene në për fusha, edhe në sulmet nëse janë në për rrjetet sociale, deri dikun janë okay, mirë po nëse janë sulmet të paramendume nga dikush, ato janë turpshme, mos të harrojnë ata të cilët bojnë sulme të paramendume se jeta është një karma. Në fakt, Ulpiana është shkëlqen kudo, nuk mëj me pa e cekë edhe këtë pjesë. Pyetje shumë e mençme. Kur s'mu ka bërë këtë pyetje? Një pyetje shumë psikologjike, e thellë. Jetë e mira, diçka mendojmë në çështë. Në qoftë se ki qetësi shpirtërore. E para, qetësia shpirtërore. Në qoftë se ki harmoni në familje.
e dyta. Edhe e treta mendoj në qoftë se ki një knatësi në punën cilën e bën. Janë 3 komponente, po mendoj une, që e karakterizojnë jetën e mirë. Cili është vendimi më i vështirë që e ke marrë? Që ndoshta me të marrë atë vendim, ka ndryshu diçka në jetën tënde. Asnjëherë se pasam menduar cili ka qenë vendimi më i vështirë që e kom marrë. Vendimi më i vështirë që e kom marrë. Shumë vendime kom marrë në jetë, të cilat janë konë, domethënë, edhe për karrierë, edhe për jetën personale, edhe për personalitetin tem, ndoshta. Po, ndoshta tu evolu jeta, tash s'po më kujtohet vendimi më i vështirë i cili u konë. Para se me regjistru fakultetin, një vendim që kom marrë që nuk e dia ka qenë i drejt apo jo i drejt, gjithsesi familja ka pas qefën në me shku në mjekësi. Unë kom shku e kom përfundu fakultetin e elektroteknikës. Do më thonë, aty ka qenë një crash, një luft mendimesh. Unë nuk e kom zgjedhë një fakultet letë, po e kom zgjedhë një fakultet super të vështirë njëjtën kohë, edhe e kom përfundu elektroteknikët, që ka qenë në një nivel me mjekësin. Mirë po mjekës e kom para më duvet. Pastaj, nuk kom punu kursi mjek. Një me vendime majnë me shumë vështirë që kom marrë, kur kom qenë i ri, kur e përfundova fakultetin, u ktheva në Prizren edhe më ofru një punë pa rokë, vetëm me përqindje. Edhe kur se arroj shkuva me folë me të ndjerin tani më babën, edhe i thash babë, kom vendosë me shku puna më ofru në Prishtinë, edhe po shkoj thash Prishtinë, me punu, mirë po rogë nuk kam, veç me përqindje kom punu, edhe baba nisi me më thonë mendime, më thonë, jo, nuk bën, më shku se ti, nëse nuk ki rogë, që shkimi shpenzime që kemi mbulu, ki qira, ki ato, ki këto, edhe e di që atëherë ja pa ta këty fjallën, i pa ta thonë, jo jam këty fjallën, lirin gjithmonë na ka dhonaj, maksimalisht, edhe di që pa ta thonë, unë nuk po të pys, unë e kom marrë me tregu, vendimin e kom marrë, edhe unë du me, do më thonë, unë du me shku për para. Kjo vendim që nuk kom nevoj për mendime. Edhe ajo ndalë, tha, nëse ti ki vendos, tha, atëre u dha mbarë, të rojë sukses. Pa dashur me të emocionu, për shkak që e di që figura e babait është shumë e rëndësishme, po që çka mban mend neki prej kohës me të? Çka të kujtohet çdo herë? Është me folë për atë njeri, është shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Unë tash u bon një vjetë që se kam, edhe çdo ditë të mundshme, bukfali çdo ditë jo me to. Edhe e kom një, nuk e di që mu shprej, e kom qëtu një top që më ka metë, mu ka mbledh, që po kom nevoj, me ato e kom pas një raport ekstremisht të lidhën, si shok, si babë, si... Edhe nuk ka ditë, do më thonë që nuk du me folë me to, nuk ka ditë. Për karierë po kom nevoj në ermull, mi thonë, o babë, që e bona që të kongë, që po do këtë. A i këmë të ke, jo, zban, kjo, unë me njerë e gjujësha të kongë. Unë kom kriju, kom kompozu, momentin që a i ka qenë dirigent, ka qenë profesor, ka qenë kompozitor, i muzikës për flasë. Edhe po mungon, do më thonë, këshillat e ti shumë po mungojnë. Ekstremisht shumë. Po shka kujtoj me to, jom një gjo shumë i lumëtun që periudën sa ka qenë smut, nuk po e kujtoj shumë. Këtë që ka po më binë men, kohë natë kur ka qenë shumë mirë. Bile po ndodhë pesho dhe në ndër. Mirë po pesho mirë. Kur nuk më ka dhonë urdhna, gjithmonë më ka dhonë këshilla. Si e ti sot për fëmijët e tu? Për shkak që e di që zakonisht nënat thonë që është njësi e pa përshkrushme. Po baballarët a arrin me përshkru? Me fëmijët e mi, une prej kur kanë linë, jo mundu, na i kemi bineq. Edhe nuk kemi pas kush me na ndimu.
Për shkak se atë kohë unë kom pas babën smut, nona u kujdes ke për babën, nikosisht edhe kana e bashkëshortës prind ka qenë pak të vjetër, edhe imi du ne dy, mi rrit dy. Tash u duke njoni me marrë njoni. Unë jo mundu, tash nuk o mirë nështë ta me folë për vetën, me gjitha ato masi veç ma bone pytjen, për të regoj, jo mundu me qenë një babë, zisa kom arrit, maksimum më kujdes për fëmijët e mi, për ato nështë mund me të regu gruja eme, po unë edhe i kom ushqy, edhe i kom vesh i kom desh, e kom thonë edhe njerë, është seni ma i vogël në këtë botë që një prind mund me bo për një fëmi që është kaq i vogël. Tash imagjino, kaq bukfalisht e ka trupin. Nuk mund as durët mi qu, edhe nëse une, aty me fëmijëve të mi që i kom prit me vite tona me marrë në jetë, ja u kom andru ftyrën, edhe po qanë, edhe po lyp një qumë shmija majtë, ose mja dhonë një lukë ushqim. Unë mos mja bo fëmijës tema. Dikush thot, jo burnia, është burni. Burnia nuk matët sa e don e vladin tonë. Burnia matët dikun tjetër, për ata që po na shiqojnë. Për mu kun knatësia ma e madhe unë më kujdes me për ata fëmijët e mi që i kom andru, për thonë bukfalisht se shumë vite na s'kemi pas probleme derisa na kanë ardhur fëmijët, faleminderit Zotit na ka qu. Prap një sen knatësi ma të madhe s'ka se kur t'iri mbap. Do më thonë edhe aty sa do me qenë i fort unë me njerë dorëzona. Para aty me dyve, por dorëzona për gjithë shka. Kështu që faleminderit Zotit që mi ka qu, i du ekstremisht, pa kufi i du. Edhe i duroj edhe gjithë shka. S'pëdi, për ta po jetoj unë. Bukfalisht për ta po jetoj. Tek sa rritemi, para të ardhmës kemi frikra. Sot neke, ka frikë nga diçka? Po, veç kom frikë, pa hiri mos me mri mirit qëta dy engjujt e mi. Veç qasej pak i kom frikë. Momentin që mri këta mi bo zot të vetë vetës, une atëre për kur gjo, me rak në këtë jetë nuk kom. Kur ndalesh edhe e rishikon vitet pas, mendon që jeta është tregu e drejt me neken? Mendoj që jeta u tregu maksimalisht e drejt me mu. As një sen nuk e kom arrit letë, ato e di. Nëse dikush i kam rrit do sene shumë ma letë se une, që kom po që ka njerës, unë i kom arrit shumë shtirë. Me gjithë ato i kom arrit. Unë kom një karakter luftarak, jam dem edhe në shenjë, nuk dorëzona letë. Kjo një përparsi që e kom ndoshta, mirë po është genetikisht pak edhe kjo, që edhe në familje që shtu jemi, si karaktere. Ka momente që do sene më shtrim për toke, ka momente që më doke që s'po muj mo, bashkë atëherë, kur në thomë s'po muj mo, bashkë atëherë më vjen një elanë dhe unë që una rinë gjallë na dhe luftoj, nuk dorëzona. Mundona njetë me kriju që i thojmë atë bereqetin vetë vetës. Edhe gjithë mund, faleminderit Zotit, e kom arrit. Ndërsa unë sot dhe të falenderoj ty që ke gjetë kohë për neve. E di që vikendet janë njerë zakonisht të rëndësishme edhe goxha të veçanta, për shkak që i ndajmë edhe me familjarët. Kështu që shumë faleminderit që ke nda sot kohë për vikend. Për mu ka shumë kënaqësi me nda një bisedë kaq të këndshme me ty. Uroj që ata që na kanë shiqu mas pari, kanë kalu qaste të këndshme, kemi folë do tema që une ndoshta edhe disa pyetje që mi ki bo, nuk i kom pas deri sot në karrierë. Kanë qenë shumë psikologjike, kanë qenë shumë thella, besa, edhe një mundu me qenë mi dhonë disa përgjigje pak ma nga dalë, tu i mendu, mos me folë disa gjana të cilat ndoshta nuk janë të sakta, jam mundu me qenë i sinqert, gjatë gjithë jetës jam mundu dhe gjatë gjithë karrierës me qenë i sinqert, po sot u mundua me qenë pak ma detalist, ty të komplimentoj për këtë mënyrë qysh po i bojshë emisionet, është era parë që jemi taku bashkë, më duket, edhe me të vërtet për
karierën tonë, besoj që ka me qenë shumë interesante kjo mënyrë e intervistave, nga se është komplet ndryshe, po du edhe një gjë me dhënë një kompliment që pyetjet e tua për moshën tonë janë shumë thella, edhe bravo, se gjenerat të reja pisho po jo të pak ma ndryshe, po ty të komplimentoj. Inshallah kemi pas një karierë të jashtëzakonshme në gazetari, po ashtu Klani për mu ka qenë një mbështetës i jashtëzakonshëm në fillimet e mia. Jemi rritë bashkë, me thonë, nga ajo shtëpia vogla, po nga ato zyret e vogla të Klanit i mbaj me kur kom qenë në emisione, e deri tani që jemi gjigant, gjithmonë kemi qenë bashkë, edhe për mu kjo më jep një kënaqësi të jashtëzakonshme. Uroj që shihemi gjithmonë për të mirë, edhe ata që na kanë, ju uroj shëndet, ju uroj ato që ka ndroni gjithë, Zotit ju dhuroj krejt ato, majni zemrën e pastër, bëni ju njerëzve mirë sa të mundeni, ato që ka keni mi u bo njerëzve, ajo kam ju këthy. Sa ma mirë që i bon dikujt, aj nështë nuk ta këthen. Po pa tjetër, mos harroni, pa tjetër, një mirë dikun që ki bo, kam me të këthy dikun tjetër. Këto mos harrojnë edhe ata që përna qëqojnë, unë ashtu jetoj, edhe ashtu më kanë ardhur të mirat, faleminderit Zotit. Kështu që edhe ty të uroj krejt mirat. Faleminderit shumë për fjalët e mira dhe vazhdo me na kënaq me muzikë të mirë. Ishte kënaqësi.